Nëse ka mundësi, që po besoj ke mundësi, me e nxjerrë në ekran nenin 82, ku flet për shpërndarjen e kuvendit. Po, hajde 82-shi, foto 4, po shpërndarjen. Do me thonë të krejt që të pikat, nëse nalemi edhe lexojmë, a mund më tregu dikush cila ka qenë gabim edhe arsyeja mbi cilën presidenti sot e ka nxjerrë dekretin për shpërndarjen e kuvendit. Do me thonë asnjëna prej tyre. Plus që, përpos kësaj, e kemi edhe një tjetër në shumë të rëndësishëm ku thuhet që duhet të ketë dështim në 3 runde për ta shpërndarë kuvendin. Ana nuk e kemi konsumu as rundin e parë. Do me thonë, as të pari nuk e kemi konsumu. Plus kjo. Do me thonë, shto këto tjera që jemi tu i pa krejt në sot bashkë edhe me qytetarë që ndërkëshur debat plusin në këtë moment, do me thonë, as njënën prej qytyne pikave nuk kemi ndonjë gabim, ose s'kemi arsye me shpërnda kuvendin, sepse as njëra nuk ka ndodhë. Nuk ka ndodhë që brenda afatit prej 60 ditësh me dështu zgjedhja presidentit, nuk kemi pas votim të 2/3 të deputetëve për me e shpërnda kuvendin, edhe treta do me thonë brenda afati 60 ditësh nga dita e fillimit të procedurës së zgjedhjes qytetare që po e sqarojmë. Presidenti apo i referohet 86-it. Pika 2. Po 86-it pika 2. Të zgjedhja e presidentit të Republikës Kosovës duhet të vot jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Apo dojmë me ju referu qasaj pike që po na konvenon neve, apo po vlerësojmë arsyeshëm bazë të neve që na ofron Kushtetuta e Republikës Kosovës. Tash mendoj që ky është një tjetër diskutim mbi cilin mund të flasim. Po, nëse e mendojmë që ata, më thoni bjerë që... Ma shumë se kjo, po më interesën diçka tjetër. Ku preshet me Vjosa Osmanin? Po, abdin... S'po kalzoj? Asë në 4 s'po kalzoj? Shiko, tash, lëvizjave të vendosje në ju e dinin kohën kur LDK-ja e patlon Vjosa Osmanin me numër 86 nëse nuk gaboj, edhe kur jam byllë ke madje edhe derën e nuk e li ke me marë pjesë në për organet e veta më plaqat. Po, vetë për qatë të tiret në nenin 86. Se ka pas numrin, po tash nuk e di, po veç po du me tregu që lëvizjave të vendosje i ka hapë derën e bashkëpunimit zonës Vjosa Osmani, sepse na ka përbashku një kauz shumë e madhe për bashkët në atë kohë. Me lëvizjave të vendosje zonja Osmani është bo politikania maj votu me Republikën e Kosovës. Është bo kryetare e kuvendit dhe më pastaj presidente e Republikës Kosovës dhe unë nuk e majnë men 2021 që na kemi pas bo një marrëveshje që kime qenë 5 plus një mandat tjetër prej 5 vjetëve. Në zyra presidentës po thiret po që ka egzistu një marrëveshje? Zyra presidentës po thiret që ka egzistu shumë qka që në fakt s'po egziston kërkon. Unë nuk po e di ku po e gjejmë bazën e krejtëtyne argumenteve që ata i kam pas. Po pavarësisht kësaj, ne prap tu e di që nuk i kemi votat e nevojshme, sepse ju e dini qëndrimin e PDK-s që kanë thonë qysh me njëherë që ne nuk japim vot për presidentën aktuale. Më pastaj, qysh? Vetëm PDK-s, ta s'kuj tjetër. Jo, viç pak. Vetëm PDK ka posë apo mlen ta përfundoj, tash unë keshtu e... PDK-ja ka që e refuzuse me njëhershme, edhe në anën tjetër e kemi LDK-n që kanë thonë ne nuk jemi refuzues ndaj Vjosa Osmanit, po kur s'kan dalë me një qëndrim qartet prerë, me thonë që na e mbështesim kandidaturën e Vjosa Osmanit për presidentin. Edhe madje bashkë